Jedna lista, jedan narod, një popull, një listë. Kështu quhet lista zgjedhore e listës serbe për zgjedhjet e 7 qershorit. Një kopje e sloganit nazist, një komb, një perandori, një lider. Madje ata në deklaratën e tyre për media thanë: ne I kemi propozuar popullit serb 25 kandidat të jashtëzakonshëm që kanë arritur sukses personal dhe profesional, fytyra të reja që janë ngritur në mbrojtje të popullit serb të tyre, por edhe luftëtar të provuar për të drejtat e popullit serb që nuk janë shtypur nga regjimi në Prishtinë. Nëse e zbërthejmë këtë propagandë, I gjejmë 3 teknika klasike nazifashiste. E para është për kultin e luftetarit të provuar dhe mbrojtësit. Pra, kur thot luftëtar të provuar për të drejtat e popullit serb, në retorikën naziste, partia nuk prezantuej kurrë si grup politikanësh apo teknokratësh, por si një lëvizje luftëtarësh. Kur një politikan thirret luftëtar, ai kalon nga sfera civile në atë ushtarake dhe ekzistenciale ku kërkohet disiplinë dhe jo debat. E dyta është kthimin e korrupsionit dhe kriminalizimit në sukses dhe heroizëm, që nuk janë shtypur nga regjimi. Kjo teknik dërgon një mesazh për njerëzit që kanë sfiduar ligjin e Kosovës dhe janë shtypur nga Kosova për shkak të veprimeve të tyre. Përpara se partia naziste të merrte pushtetin në vitin 1933, ajo I glorifikonte anëtarët e saj që arrestoheshin dhe dënoheshin nga Republika e Weimarit dhe shpalleshin si martir apo general të pathyrshëm për mosnështrim ndaj regjimit. E treta është krijimi I ndarjes absolute nga populli I pastër kundër regjimit shtypës. Kanë arritur sukses personal në mbrojtje të popullit të tyre kundër regjimit. Krijojnë një ndarje bardhëzi. Ka njëra anë është populli dhe mbrojtësit e tij të jashtëzakonshëm, nga ana tjetër është regjimi shtypës. Kjo I bën kandidatët e listës serbe që nuk duhet të kenë nevojë për program qeverisës dhe mjafton të shpërfaqen si ne kundër atyre. Nëse I heqim kësaj deklarate emrat Prishtinë dhe Serb, kjo deklaratë lirisht mund të lexohet si një komunikat e gazetës naziste Der Angriff e vitit 1932. Ne I kemi propozuar popullit gjerman kandidat të jashtëzakonshëm, luftëtar të provuar që nuk janë thyer nga regjimi I Berlinit. Pra, populli serb në Kosovë përsëri po ngulfatet nga regjimi autoritar I Aleksandar Vučićit dhe pionët e tij nëpërmjet listës serbe në Kosovë. Përsëri do të vazhdojnë serbët në Kosovë të jenë të friksuar dhe të shtypur nga Beogradi zyrtar, ndërsa Kosova do të vazhdojë të ketë përballë Beogradin I cili përdor serbët për qëllimet e ruajtjes së ndikimit të saj në Kosovë.